Personazhi i radhës në ciklin e dokumentarëve tonë është Zekria Regja, një personalitet i shquar i kombit tonë, një qytetar nderi i cili u vlerësua jashtëzakonisht shumë nga bashkombasit shqiptar. Profesor Zekria Regja nga kritika është vlerësuar si personalitet i rrallë i historisë dhe kulturës sonë kombëtare. Njëri shumë dimensional në angazhimet të tij dhe konsekuent në parimsinë e tij profesionale e intelektuale. Njëri që i kishte dhënë në shërbim të ngritjes së kombit gjithë kapacitetet të tij profesionale. Intelektual i formuar, i guximshëm, profesor më të aftë, më të përgatitur, ne nuk kemi pasur gjimnazin e Prishtinës. Një karakter i fortë njerëzor dhe patriot me këtë kuptimin e fjalës. Ka qenë luftëtar, politikan, arsimtar, ministër i arsimit. Unë e konsideroj që baba im ka luftu me pushkë dhe me penë për atë dhevën. Ka qenë një poliglot që ka njohur 7 gjuhë. E kanë përmend si një njeri mjaft kreativ, si një profesor mjaft kreativ. Ka qenë fokus në hjerëzën e organet sigurimi shtetënore. A ishte përpilos i rezolutës e Bojarit. Ai asnjëherë nuk e ka ndarë Kosovën dhe Shqipërinë as në mendje, as në zemër. Ndjenjën kombëtare, sa ma në ka ngritë dhe këja i dhe s'na ka mbet as kultura ime e përgjithshme. Lindi në Gjakov me 12 maj të vitit 1910. Shkollimin fillor e kreu në vendlindje, ndërka që në vitin 1922 shpërngullet në Tiranë dhe atje në vitin 1925 e përfundon edhe shkollën plotnore. Ndërsa në vitin 1932 e kreu liceun Frenk të Korçës. Ai ka qenë një intelektual i formuar mirë, dhe sigurisht të qenë një intelektual të ra në kontakt me ide të ndryshme e tjera, është formuar edhe si atletar. Ka pas një diapazon jashtëzakonisht të gjana, edhe një kulturë tepër shumë të gjanë. Sjelljet e tij kanë qenë shembull edhe për shumë profesorë tjerë, po edhe ka qenë respektueshëm shumë. Ka qenë në nivel që vetëm unë me dëshirue gjeneratët edhe tanishmet. Njëri thjesht, njëri popullor. Ishte njëri shumë i dashur, shumë i afërt, shumë i drejtë për drejtë. E kishim ideale, kishim shumë respekt ndaj tij. Ka qenë adhurues i arsimit, i kulturës, i letrave shqipe, ka qenë shumë i gjithanshëm, ka njohur gjuhë të huaja. Ka njohur greqishten e vjetër, latinishten, frëngjishten, ka njohur italishten, gjermanishten, serbokroatishten. Ka qenë shumë konstruktiv dhe shumë i afërt edhe i këndshëm për bisede edhe për polemikat të ndryshme që i ka bën në kuadër të rrethit të tij që ka qenë në atë kohë. Të gjithë programet e liceut francez të Korçës janë të nivelit të Francës dhe është një nivel shumë i mirë shkollor. Baba im kishte ardhur nga Kosova, u fut në licejt Korçës, e mbaroi liceun e Korçës dhe profesorët atje
duke pa që kishte rezultate të mira, kjo duhet thënë, i propozon Gjuvanit, Aleksandr Gjuvanit, që ta qëshin në Ministritë të Arsimit. Gjatë vitit 1932, 1936 e gjejmë në postin e sekretarit të Ministrisë së Arsimit të atëhershëm. Atë post e shfrytëzon edhe për të mirën e njerëzve nga Kosova që t'i dërgon për shkollim në shkollat e njohura në Shqipëri. Do të thotë në shkolla që ishin të përgatitur për mësues sepse kishte nevoja më së shumti në atë periudhë për mësues në Kosovë. Fati i madh është që në atë kohë, si ministër i arsimit, ishte një njeri reformator i arsimit laik edhe demokratik Shqipëri, Mira Shivanaj. Mira Shivanaj, me thënë vërtetën, ka luajtur një rol shumë të madh në formimin e tij si intelektual dhe si dashamirës i arsimit. Por në 36-ën ndodh lëvizja e Firit dhe atje, duke qenë se baba im ishte shok që në fëmijëni me asin vokshi, atjera kërcënohet se mund të kapej në atë lëvizje dhe i kërkon Ivanaj që të ikë. Ivanaj mbrana disa ditësh shumë shpejt, duke pas një konsiderat, dhe sidomos edhe dashamirësi ndaj zotëriait si person me që kishte punu me te, i jep një bursë për në Francë. Deri sa Asim Vokshi lufton me pushk në smaj, Zeqarezha ka luftuar prej Francës me laps, me shkrime, me informim të botës shqiptare. Profesor Zakaria Rexha ka pas qatë fat edhe qatë mundësi që ka studiu në Paris, po merita ma madha është e tjene që është këthy në Kosovë, me gjithë që ai ka pas mundësi me në çfarëdo shtetit ose shtetit e Europës, me kanë si thojnë edhe ligjërues, edhe këshilltar ose mos tham politiqare ku ta diun, po ka pas merita të mëdha. Profesor Zakaria Rexha do të bëhej sinonimi intelektualit idealist i cili jetoi dhe veproi në njërin nga periudhat më dramatike të historisë sonë kombëtare. Veprimtarinë e babës tim, ma mirë se kushdo, flasin për shtypjet e popullit dhe kujtimet që ka populli i Kosovës, për mos me thonë i Gjakovës në veçantë. Sa është plot ndjenja kombëtare, plot vetarizëm. Plot demokraci të brendshme, pa drejtësinë s'mund të me durue. Edhe kjo bante shumë të afërt me ne. Si një njeri me ide përparimtare, Zakaria Rexha qysh si gjimnazist ju bashkua lëvizjes përparimtare për drejtësi sociale të tokave shqiptare, të mbetura jashtë kufive të shtetit të atëhershëm shqiptare Bashkim Kombëtar, kurse si student ishte edhe antar i Partisë Komuniste të Francës. Me njëherë pas okupimit të Shqipërisë, me 1939, ju bashkua lëvizjes antifashiste nacional çlirimtare në Shqipëri. E fill pas bashkimit të një pjesë të Kosovës me Shqipërinë, u kthye në Kosovë ku së shpejti ju bashkua lëvizjes antifashiste nacional çlirimtare të Kosovës dhe në fillim të vitit 1943 doli Partizan. Si luftëtar i radhës partizane e Minduraku dhe Bajram Curri, e më vonë edhe i brigadave kosovare, Zakaria Rexha ishte edhe njëri ndër themeluesit të Këshillit të Parë Nacional Çlirimtar për rrethin e Gjakovës në vitin 1942.
Si bashkëluftëtar dhe pjesëmarrës i konferencës së Bujanit nga komunistët jugoslav, qysh në vitin 1945 ra në shgënjim dhe tradhti. E ky shgënjim e përcolli tërë jetën, posaçërisht vrasjet pas shpine të OZN-s, aksioni i armëve, shpërngulja e shqiptarëve në Turqi e të tjera. Zekria Rexha gjithë jetën e tij, e derisa i pushoi së rrahur i zemra, ja ka kushtuar luftës për çlirimin kombëtar dhe punës për përparimin e arsimit shqip. Për meritat e tij në luftë ai gëzon besimin dhe dashurinë e popullit. I qëndroi besnik parimit revolucionar të barazisë dhe të vetëvendosjes së popujve. Profesori Zekria ishte shumë i përgatitur me sfidat e jetës. Atë botë kur e vran shokun e tij Gjeladin Hanën, edhe pse kjo plagosje ishte e madhe në zemrën e tij, ai e përballoi atë, duke dhënë kontribut të madh në arsim. Pas çlirimit, si antar i Këshillit Popullor të Kosovës dhe të Rrafshit të Dugazhinit, Zekria Rexha zgjidhet më parë për detyrën e të besuarit krahinor për arsim e kulturë, e pastaj për shëndetësi dhe asistencë sociale. Unë ati gjatë atyre viteve kalon përshtypje shumë jashtëzakonshme të njerëz. Edhe të ata që nuk kanë pas baj drejt për drejt me te, edhe ata që vetëm ja kanë dëgjuar emrin e Zekria Rexhës. Zekria Rexha nuk mund të harrohet kurrë për ata që kanë pas, si thojnë, fatin me njoft, edhe me pas me të në kontakt, bisede e këtë adion. Ndërbit më të përkushtuar e më besnik të Kosovës, me veprën e veprimtarinë e tij, ishte profesor Zekria Rexha. Ai ishte bashkautor dhe nënshkrues i rezolutës së Bujanit. Ai ishte një njeri me bindje antifashiste dhe pas çlirimit kreu detyra të rëndësishme qeveritare në sferën e arsimit. Ai kishte idetë e veta për pavarësinë e Kosovës, dhe domosdo ishte edhe në konferencën e Bujanit. Zekria Rexha është për atyre intelektualve që merr pjesë në konferencën e Bujanit, e cila mbahet në 31/12 të vitit 1943 dhe 1-2 janar të vitit 1944. Kontributi pedagogjik është një sferë tjetër e rëndësishme në jetën dhe veprimtarinë e profesorit. Nxënësit e tij e kujtojnë si një profesor me tipare unike, i afërt me nxënës, i përgatitur profesionalisht dhe i gatshëm të ndihmojë nxënësit në secilën kohë. Zekria Rexha për herën e parë kam parë në vitin 1949 në Prizren. Këtë gjimnazio që pesh të pastron të rregullon çdo gjë se do të vjen përgjegjësi e arsimit. Me gjithë të që me pa. Kur hyni një njeri me trup mesatar, holla kështu, me syze. Hyni vetëm në përshëndeti edhe gdull. E ma vonë u bënë nxënës si ti. Ndoftë ato e falenderuar të gjithë ato profesorë. Mësuam shumë, po u edukuam edhe drejt. Kujtimet e atij viti, kur për herë të parë e kom taku në klasën e 5,
profesor Zakaria Rezhen, kur na ka dhënë frëngjisht, neve na ngelej në një kujtesë pa harrueshme. Nuk muj me krahasu me asnjë profesor tjetër, se ka pas një diapazon shumë gjanë të inteligjencës, të dijes, të sjelljeve e tjera. Me qenë se ai në Pariz ka kry filozofinë e thjeshtë, kurse neve në klasën e 7 na ka dhënë filozofi, a në klasën e 6, klasën e 5 dhe në klasën e 4 na ka dhënë frëngjisht. Profesorin Zakaria Rezha e përkujtoj si një profesor me syza të trasha, me një shëndet të dopt, me një autoritet të përkryer si profesor, pastaj një pedagog tepër i mirë. Ora mësimit ka qenë ashtu organizume që asnjë minutë nuk kemi pas pushim. Tan kohën na ka aktivizuar në mësimin e gjuhës franke. Zakaria Rezhen e ndjerë e kompasën profesor në gjimnaz, atëherë u quajke Gjimnazi Real Shqiptar, edhe gjimnazi ka qenë atëherë 8 vjeçar. Në klasit e nalta, domethënë mas gjysmaturës që isha atëherë mas klasës 8, ai filloi me na dhënë gjuhë franke. Klasën 7 na ka ligjeruar filozofinë. Kështu që pe atëherë e kom njoft Zakaria Rezhen si profesor. Profesor i urtë, me kulturë, me dijeni. Ka qenë një pedagog shembullor, njëri me një kulturë zgjarë, njohuri nga shumë lami ka pas, jo vetëm nga djega vetë si profesor i frëngjishtës, njëri shumë human, e mbi të gjitha njëri shumë kombëtar. Na edukante në frymën të themë revolucionare, më sta kesh përdori fjallën revolucion. Ka pas dëshirë të flakti sa ma shpejt më arrit kuadra. Atëherë s'kemi pasur shqiptar shumë pa kuadra kemi pasur. Kanë qenë ligjerata me përmbajtje që vetë qëndrimi i tij ndaj nxënësit ka dhënë kulturë, ka dhënë domethënie. Sa herë ka folë diçka e kemi diktuar që e ka të qashen nacionale në mes rreshtave. Kështu që ajo shumë e ditë në punë që është nacionalist i përbetuar, jo dhe shovenist. Ka qenë humanizmi i tij na ka qenë diçka i veçantë. Thonte populli francez me revolucionin e vitit 1848 e ka fituar lirinë e të shprehunit edhe të mendorit. Në atë kohë të strukun prej turje farë udhëheqësie, zgjodheshë muni për zalli, kur në thonte se mundesh me bë protest, se mundesh me fol gjithçka për presidentin apo kryetarin, na u habitshim se është e mundën diçka e tillë. E ka pas një stil të veçantë, shprehuni. E ka pas një natyrë të folit e të shprehunit shumë të qetë, me pak humor edhe pak satirë. Kështu që gjithmonë kanë qenë të këndshme tregimet e tina, me lezuar dhe fjallorin e tina gjatë bisedave ka qenë, ashtu e ka pas një fjallor ai posaçëm, shumë të qetë, shumë konstruktiv, shumë nuk ka qenë njëri që shkakton
mosmarrveshjen mes intelektualit dhe ku të citue shkrimtarë francez. Në ngritë të moralin në atë kohë, në bante me të vërtet të jemi të fortë edhe të jemi kontribues për vendin tonë. shumica e nxënësve kanë qenë për fshatrave, udhtojshin, ka pas nxënës që për fjalla prej podijeve kanë ardhur këtu në shkollë. Për më ardhën në nxënës u hipshin trenurat 3-4 të mëngjesit në podijeve, për më ardhë këtu në stoftin më të borme. Zikrijohen ndaj tyne ka pas një respekt posaçëm dhe një qëndrim posaçëm njerëzor. Ka rast si me shëtit Evropën, me makinë, me gjuhën frangjishte, jam shërby prej Beogradit, e Slovenisë, e Italisë, e Francës, e Gjermanisë, e tjetër. Të falë që atyre mësimeve që ne i ka dhënë profesor Zakaria Rexha. Krahas mësimit, ne i kaluam edhe shumë momente të bukura me të, thonë nxënësit e tij. E kemi ngjarjen e vitit 1955 në klasën e 7, kur ai na ka dhënë filozofi, kurse ne nxënësat e kësaj klase që kemi qenë gjithsej 27, në fund të vitit patëm një rezultat jashtëzakonisht problematik, s'po them të dobët. Po, ma tepër të dobët e bon 2 profesori Shqipes dhe profesori i matematikës, të cilët 17 nxënësve ju lanë notën e dobët, edhe 17 nxënësve e hupshin vitin atë. Praktikisht gati që klasa e 7 në gjimnazë vetë vjen në ato e gjimnazën e Prishtinës, me fjalë tjera u shukke. Mirë po, tu i falenderu profesor Zakaria Rexhës, i cili kam nguli, edhe ati kërkesave qëndrimeve tine ju bashkangjitën edhe disa profesor tjerë, një mramje deri vonë kanë polemizu me këta 2 profesora, të gjuhës Shqipe dhe të gjuhës edhe të matematikës, deri për me i bindë që me korrigju këtë gjendje. Se është absurde 17 nxënësa, kjo s'ka ndodhur kur në asnjë shkollë, aq më tepër që atëherë Kosova kishte nevojë mas shumti për kuadrat e duke shkollume. Dëshira e tina ishte të kontribue në ato institucione. Kujtohet një rast, duke që atëherë u konformua Instituti Arkeologjik, edhe organizuan disa polemika nga gjuha Shqipe. Duket ma tepër është diskutue që ko marrë pjesë në një 2 seanca për përdorimin e gjermës Aty ishim me fjalla Zakaria Rexha ndërtpart, Hasan Kaleshi, Vea Pshita, Sulejman Drini, e i mojnë men polemikat e tyre, shpeshere gati gjithë e ngritëshin zanin, se nuk u pajtëshin për disa gjona në një mirë, kurse profesor Zakaria vazhdimisht i qetë, edhe kur diskutoj kaj e qetësoj ke situatën. Kujtot një radhë, një shok i klasës, e kështë prit para klasës, edhe e lutë profesorin t'ja falë notën e gjuhës frenge për arsye se do të humbë bursën. Një time në klasë e shëditarë pramë, edhe për i drejtohet. Në të thonë emni. Që mërë djallë ty dysh. Dysh ishte në atë kohë, do t'jo kalusës edhe sot. E di pse, për arsye se fsheftë as për i shokëve me e lutë.
Ndjeshmërinë që kishte për nxënës e reflektonte edhe në vlerësim ndaj tyre. Ai nuk ka ditë me dhonë. Nuk e majnë mend që profesor Zakaria Rexha ka lënë notë dopt ndonjë nxënësi në gjimnazin e Prishtinës. Me qenë se falë shpjegimeve të tine, nxënësat e kanë respektu shumë, edhe kanë punu edhe kanë mësu. Gjuhën përgjithshme, kështu që për ato kërkesat që janë paraqiten në atë kohë, ne kemi folë mirë frangishten, kemi mësu, po mëndoj mjaft mirë frangishten, kurse profesor Zakaria Rexha ka dhonë maksimumin për me na mësu këtë gjuhë. E ka pas një shprehi, theke, mi thonë dikur që je murë dysh, theke, jo, djale jam, kë për dysh ka ditë s'ka ka qenë të shpija, e tash mas i ka ardhë në shkollë, din diçka. Unë isha nxënës e mirë, më frëngjisht i qalo isha. Mirë, për në çdo orë më aktivizon të edhe në fund të vitit shkollor s'pa hira ke përparoj. Madje edhe veprimtari Adem Demaçi në një nga kujtimet të tij për ditët e shkollës e kishte treguar një eksperiencë të tij dhe shokëve të klasës në lidhje me profesorin Zakaria Rexha. Ata kishin pyetur profesorin: "I dashur profesor, kush ka faj që Kosova dhe pas rezolutës së Bujanit mbeti në Serbi? Ku qëndron fakti që ne kosovarët mbetëm në robri?" Profesori për një çast u pre, mbeti pa fjalë, ndezi një cigare, u qetësua pak dhe filloi të fliste. Në klasën e 7 në ushtruan edhe disa lëndë të reja, latinishtja, psikologjia. Këto lëndë bashkë me frëngjishtë në jepte Zakaria Rexha. Ky ishte një burr shtatmesëm, zeshkan me syze prapa të cilave qëndronin sy të mëdhenj e zi. Ky ishte fort i përkushtuar që të na pajiste me dije. Para lufte kishte pas qenë nxënës i liceut francez të Korçës dhe kishte pas studiuar në Francë. Kishte marrë pjesë në luftën antifashiste dhe pas luftës për disa kohë kishte qenë në postë të lartë. Mirë po serbët e kishin pas shkarkuar nga detyra dhe i kishte ardhur radha që të bëhej profesor. Djali i tij Dugagjini ishte në klasë me ne, por ai kurrë nuk pranonte që të fliste çfarë do qoftë për babain e vet. Ne kishin dëgjuar nga fjalët në qytet sa ishte shkarkuar për shkak se kishte kundërshtuar turqizmin me zër të shqiptarëve. Ishte tej masë tolerant me ne. Më në fund, ne përsëri e gjetëm kolin ton të humbur. Thoshim ne nxënësit e pak që kishim kaluar në përduart e kolnikajt. E lustim që të na i përsëriste leksionet e kaluara nga psikologjia dhe ajo bënte këtë pa përtesë. Ne filluam ta pyesnim edhe për shumë çështje jashtë programit mësimor dhe ajo bënte këtë me kënaqësi të madhe. Ne ndonjëherë bënim edhe pyetje naive dhe ai nuk hezitonte të përgjigjej. Ne e patëm pyetur për rezolutën e Bujanit dhe ai na pati folur për atë ngjarje të rëndësishme të historisë sonë. Një muaj rresht duke marrë nga 15 minutat e para të mësimit që mbante me ne çdo ditë. Ai kishte pas qenë edhe njëri nga hartuesit e kësaj rezolute. Ai na citonte pothuajse në tërësi rezolutën e Bujanit, të nxjerrë nga Këshilli Nacional Çlirimtar i Luftës Antifashiste të Kosovës e të Rafshit Dugagjinit. Pasi pati përfunduar këto leksione, profesori ynë pati nxjerrë shamin dhe pati fshirë djersët. Vetëm shpirti e tij e dinte se si ndihej. Tani ne nuk ishim krejt vegjël të mos dinim se nga sa po shkonte fasulja në Serbi, gjithë ishim mbi 17 vjeç. Mirë po kurreshtja jonë për të mësuar të vërtetën tonë ishte aq e madhe sa që nuk përmbaheshim dot. Edhe një çështje na kishte mbetur e pasqaruar. Të gjithë e dinim se pyetja ishte fort e rrezikshme, mirë po ne nuk ishim këtë pyetnim tjetër. Ajo pyetje na shqetësonte pa mazë dhe nuk u duruam dot. Një ditë, gjatë shëtitjes së gjatë mes orëve, më futën në mes Shefqet Popova, Ali Buqinca, Fetik Badivuku, të gjithë nga Vushtria dhe Abdesinani e Envertali. Shefqeti hapi i pari muhabetin: "Shiko filan, ky profesorit do më shumë në klasën tonë." Edhe thashun, edhe vazhdoi Shefqeti: "Ne, shokët e klasës, e kemi një lutje për ty." "Po, ta pyes profesorin çka?" thashun. "Dëgjoj ndërhyrjen e veri, kjo është një pyetje fort e vështirë dhe mund ta ngushtojmë fort profesorin." "Dëgjoj filan," ndërhyri Avdiu. "Pyesësh profesorin se ku qëndron shkaku që ne kosovarët mbetëm në robri, vetëm kaq." Unë ndala dhe po shikoja gjithë me radhë.
Më në fund thash, more, po ju apo doni që profesorin ta fusim në burg, ndoshta të bëhemi shkaktar që ai ta humbë dhe kokën? Heshtje, pas pak folja Liu. Dëgjoj, profesori dhe me kaq se na ka folur e ka fituar burgun, ndoshta dhe ta humb kokën. Kur i pata treguar unë në shtëpi vëllaut tim Isakut se çfarë po na thoshte neve profesori, ai lëkundej prej vendit dhe e kapte kokën me duar. Me pati thënë, hej more, juve djalli ju martë, do ta merrin qafë profesorin. Mirë, po thot Aliu, ne në qafë morëm se e morën dhe le të shkojmë një harq. Të paktën do ta marrim vesh të vërtetin e plot, a s'është kështu? Na i hapi syt prapa syzeve, veti badivuku. A është kështu? Ashtu është, thanë gjithë një zëri dhe ndërta vazhdoi Shefqeti. Pa i filan ty t'intereson edhe më shumë se neve vërteta plot, apo jo? Rrudha krahët. Ja qelluan. Po e shikoja gjithë më rrallë dhe ula kokën. Në ta, razilja shkollës për ty brenda në klasë. Ishte ora frëngjishtës, hyri profesori Zekria dhe pyeti. Ku kemi mbetur? Ata të pestët e uborit mi hapës sytë si në mënyrë kërcënuese. Unë hezitoja të flisja. Ja pritje në veri. Filani ka një pyetje për juve, profesor. Mos se keni Filani mësit ju, tha profesori duke mos i dhënë rëndësi kësaj pune dhe u drejtua me mua. Fol Filan. Unë ngrita në këmbë dhe me zë që më dridhej, thash. I dashur profesor, kush ka faj që Kosova përkundër rezolutës së Bujanit mbeti në Serbi? Profesori për një sjas t'u prej, pastaj shkoi një qere zbet, por më njerë pas kësaj mori veten dhe fytyra ju skuq. Ai me duart që ende i dridhesh, nxori pakun e cigarëve, nxori shkrepse, ndezi cigarën, ju afrua dritares, hapi njërin kratë të saj dhe qëndroi ashtu me fytyrë ka rruga. Ai e thithti cigarën me qetësi të plotë. Ne u bëm vetëm sy e vesh. Kur e kreu cigarën, profesori fiku duqin, duke shtypur mbi teneqen e jashtme të dritares dhe hodhi duqin e u bori në shkollës ka rruga. Pastaj ju afrua ngadalë djalit vet në bankën e parë pranë meje dhe i tha: "Tugagjin, ti merr çantën e shkon në shtëpi." Pastaj ai u bëri me gisht 2 anëtarëve të komitetit të rinisë gjimnazit Nazmi Kajtasit e Nazmi Unikut, duke u thënë butësisht: "Ju 2 përcilleni Tugagjinin deri në shtëpi." Ata të 3 u larguan dhe profesorin u drejtua me zë shumë të sigurt. Jeni shumë të ri, por edhe ne në kohën tonë kemi qenë shumë të ri kur jemi marrë me punë shumë serioze si ju sot. Janë kohra fort të rrezikshme e fort vështira, por më duhet t'u them të vërtetën e kulluar, le të dalë ku të dalë. Fajin e kemi ne komunistët shqiptar, që komunistëve Jugoslav u besuam çorrazi. Fajin e kemi ne që kërkuam ndihmën e tyre. Fajin e kemi ne që fare i besuam idesë komuniste e cila s'kishte pas qengje tjetër përveç se një gënjeshtër e madhe me bish të përgjakur. Krejt ato që ndodhen që po ndodhin pas mbarimit luftës e provuan dhe po provojnë një të vërtetë të tillë. Krimet që u bën deri më sot dhe që po bëhen sot ndaj shqiptarëve në Goljetokë në burgje të tjera, vrasje në torturash njerëzore, u merr Çerkezit me shok flet mjaft qartë se komunizmi kishte pas qenë për rrallë për fëmijët vegjël. Profesori u ndal për një çast, na shikoi gjithë dhe një nga një e pyeti me zë të lartë: "A dëgjuat?" Ne të gjithë u përgjigjem me një po të gjatë. Atëherë foli profesori duke na luajtur gishtin. Prej këtij momenti e tutje, nëse ju pyet dikush, ju do të thoni se nuk keni dëgjuar asgjë. Të gjithë ne u përgjigjem me një asgjë. Ora vazhdoi me frëngjishte, por në kokat tona u thadrua thellë e vërteta hidhur për komunizmin dhe na u ndriçua fort dashuria për kombin tonë. Ne ishim aq të rritur, kishte shtuar Demaçi, sa të kuptonim se nga sa po shkonte fasulja në Serbinë aso kohe. Profesori kishte shprehur mendimin e tij me lidhje me pyetjen e bërë dhe pastaj nxënësve ju kishte thënë: "Nëse ju pyet dikush, a dëgjuat diçka? Ju do të thoni asgjë. U kuptuam?" Profesorin Zekria Regja, nxënësit të tij e vlerësojnë si një figurë unike e një personaliteti të devotshëm të kohës, sepse ai ishte shpresë dhe motiv për të gjithë. S'ka ditë më bo distancë madhe mes nxënësit edhe atij si profesor. Edhe ka qenë shumë i kujdesshëm. Le ndaj neve nxënësve, vetëm as ndash kolegëve dhe të kurse ku dëgjova që ka ngrit zërin ai. Ka qenë shumë i afër me nxënësve. Sa herë kish kohë lirë, dilke me neve lujke top në bërë gjimnazit.
ishte pranverë, kohë e mirë, që dalë dhe na vëzhgonte si kodojnë. Ra zilja me hinë në orën e ti të gjumë sprenge, njëni prej shokëve dhe thotë, profesor, a ban të vazhdojmë lojë? Po si, a vjen të lujsh edhe ti me ne, hinë në lojë të lujë me ne. Ate mund të gjeshe duke lujtë futbol me nxënësit. Mund të gjeshe në një mramje vallëzimi. Mund të gjeshe në një orë letrare. Mendojsha në një farë kryenësie që sa i thjesht është bëbëjmë. Vlerësimi i profesorit Regja mjaftueshëm është bërë edhe nga profesorët të tij në vendin ku është shkolluar. Fakulteti i letrave, në Toulouse, një profesor i tij thotë, i nënshkruar e profesor i filozofisë Fakultetin e Letërsisë të Universitetit të Toulouse-s, vërtetoj se zotni Zakaria Regja i ka vazhduar me zell e rregullisht mësimet gjatë vjetëve 37, 38 dhe 38-39 dhe e konsideroj si student të shkëlqyeshëm që do të arrijë studimet e rezultate shumë të mira. Një profesor tjetër, Maxim Winkel, profesori i Universitetit të Toulouse-s, thotë vërtetoj që Zakaria Regja ka vazhduar kursin e gjatë vitit shkollor, kursin e gjermanishtes me shumë sukses dhe me përkushtim. Dhe një e tretë profesori nga Universiteti i Toulouse-s thotë që Zakaria Regja, i lindur këtu në Gjakov, ka marrë certifikatën e studimeve në moral dhe sociologji në 1938. Kur e vërtetojnë këta profesor që janë francez, gjerman e tjera, na jep të drejtë më kërnu me këtë gjë. Angazhimet të shumta që kishte profesor Zakaria Regja në baza ditore, shumë shpesh bënin që ai të mungonte në shtëpi. Madje jo rrallë ndodhte që edhe mos të kishte kohë të mjaftueshme për të kaluar me familjen dhe fëmijët. Në familje ka qenë shumë i afërt me ne. Megjithatë, asnjëherë nuk ka pas atë afërsinë e cila të i kalon një qëndrim korrekt ndaj mësimit, sjelljes së fëmijëve e kështu me radhë. Por, duke qenë shumë i angazhuar, shpeshherë ne takoheshim vetëm në mramje. Edhe atëherë, thoshte shkoni fleni ju, se unë po vazhdoj. Madje më kujtohet, gjyshe ime i thoshte shpesh, djalë unë ty po ta shoh vetëm shpinën, nuk po ta shoh fytyrën. Dhe kjo ishte sepse ai vazhdimisht në çdo kohë, në çdo moshë, ishim, kur thonë, me kryen tavolinë, para librave, para shkrimeve e kështu me radhë. Mendonte që ne si fëmijët e tij ishim nxënës të mirë dhe s'kishte nevojë me na shtyj për me mësu. Po sigurisht, lavdrohej dhe kishte satisfaksion kur dikush na thoshte që janë fëmijë me nota të mira. Kjo për një arsye të thjeshtë sepse si unë, si vllau im, e kemi pas profesor të frëngjishtes, të filozofisë e kështu me radhë. Por, tu qenë ai mësuesi jonë, asnjëherë nuk kemi ndi presion për këtë gjë. Aq sa që shpeshherë thuhesh në familje që s'po i këshyr këta fëmijë që po të bojnë në shkollë. Ajo dita që në shkollë ishim me te, këtë kuptimin e mësimit.
Qëndrimin e tij intelektual, krijues, dietar e artist I fjalës së shkruar, mjaftueshëm e paraqiti edhe në vitet më të vështira nëpër të cilat kalonte Kosova. Duke qenë një intelektual I formum, të shkote të shprehte formumin e tij. Dhe kjo lidhet me atë pyetje që bëhet ju. Si shkoi historia matutje? Merr pjesë, siç thot një autor, si architekt I reformave të arsimit në Kosovë. Kohën që u detyru me ikë nga Tirana, për shkak të asaj që thamë atij transferimit atje, dhe ndihmës që e përmenda, u caktu drejtor I shkollës në Gjakov, shkollës normale të parë, Shqipe, klasë. Atje vazhdoi veprimtarinë e vet ilegale e tjera, madje duke banuar në shkollë aty, e kanë rrethu. Prej kullës së ardhua pas deri në Turqen Karshi Normales, ka dalë dikush atje dhe I ka lajmëruar që po vinë forca po të rrethojnë. Dhe ka ikë. Fillon ato lëvizjet tjera me radhë dhe për shkak të lëvizjeve dhe të kurseve u detyruar dhe doli në ilegalitet. Është drejtori I parë I jetës së re dhe pranohet. Unë këtu kam një letër të vogël që ja qënë Esad Mekuli, të cilin pranushe e ka pas mik dhe bashkëpunëtor. Shoku Zekaria Regja thot, kujtim për vitet kur edhe ai si antar I redaksisë dhe kontributin e shmuar në themelimin e kësaj reviste. Kryeredaktori Esad Mekuli. Por, duhet pranu që ai të qenë në atë kohë në disa pozita drejtuese në arsim me kështu, pa tjetër që do t'ishte drejtori I parë I asaj reviste. Ka plot shkrimtarë që sot e kësaj dite thonë që po të ishe një poezi ose një shkrim në jetën e re, për shkak të kritereve shumë të ashpra të cilësisë, ishte sikur t'ishe shkrimtar. Zekaria Regja e ka sjell shtypshkollën e parë nga Shqipëria në Kosovë, ku mandej në atë shtypshkollë fillojnë do të shtypen librat e para dhe fillon të shtypet gazeta Një Rilindje. Madje se cila ishte forma sigurimit të shtypshkronjës së parë në Kosovë, tregon edhe vetë Fadil Hoxha në një rrugëtim të tij së bashku me profesor Zekaria Regjën në Tiranë. Pas përfundimit të luftës është dashur të eliminoheshin pasojat dhe të hidheshin të gjitha forcat në ndërtim dhe rindërtim të vendit. Mungonte çdo gjë. Pasuria jonë ishte vullneti I mirë dhe entuziazmi I madh. Është dashur të organizojë transporti udhëtarëve dhe transportimi I malërave. Mos vështiri ka qenë mungesa ekspertëve të gjitha profileve. Ishte problem serioz kuadri I arsimit dhe I teksteve shkollore në gjuhën shqipe. Vendosëm të shkonim në Tiranë dhe atje të kërkonim që të na jepnin libra, mësues e shkronja për shtypshkronjën e Rilindja, sepse në vendin tonë asesi nuk mund t'i gjenim shkronjat e nevojshme shqipe. U morëm vesh që në delegacion për në Tiranë të shkonim unë dhe Zekaria Regja, I besuar I arsimit dhe të kulturës në Këshillin Ekzekutiv Krajinor. Por në Tiranë, u nisim nga fundi shtatorit 1945, data sakt nuk më kujtohet. Më parë, shkuam në ambasadën Jugoslave. Takuam të ngarkuarin me punë Velimir Stojniqe, e informuam për qëllimin e vizitës sonë dhe lutëm që të na ndihmonin të vinim kontakte me kompetentët për të. Shokët nga ambasadat na organizuan takime me përfaqësuesit e pushtetit dhe të partisë. Atëherë, marrëdhëniet ndërmjet vendit tonë dhe Shqipërisë ishin të shkëlqyeshme. Na pritën pos ministrit të arsimit edhe shokët përgjegjës nga pushteti e partia, edhe vetë Enver Hoxha. Ishin dashamirës.
Ndërkaq, Zeqiriaj dhe Enveri e njini njëri tjetrin sepse bashkë kishin mësuar në liceun e Korçës. Me mua takua atëherë për herë të parë. Mirë po nëpërmjet bashkëpunimit të PKJ-s dhe PKSH-s në luftën e përbashkët. E informuam për arsyen e vizitës sonë në Tiranë. I treguam se kemi hapur shkolla, por na mungojnë librat shkollor dhe mësuesit. Në nevojitin disa qindra mësues, mirë po tani për tani, mund të na dërgoni afro 200. Do të ishte kjo një ndihmë e madhe, i tham atij. Na u përgjigj se edhe atyre u mungojnë, por do të na ndihmojnë. Zeqiriaj i tregoi se çfarë libra shkollor dhe literaturë na nevojiten. I kërkoi edhe një shtyp shkronjë për gazetën tonë Rilindja, duke i thënë se atë që kërkon është në depo në Ministrisë së Arsimit dhe është jashtë përdorimit nga se italianët ja kishin falur personalisht ministrit shtyp shkronjën më moderne dhe nuk beson që të vjetrën do kush ta kishte marrë. Enver Hoxha, duke qeshur për mendjen pretësinë e Zeqirias, ja hodhi me shpoti se edhe në lice ka qenë për herë mendje hold. Ata kishin qenë shok shkollë nga i njëjti gjimnaz. U ngrit, mori telefonin dhe bisedoi me ministrin e Arsimit, duke i thënë tërë ato që duhet të na ndihmonte. Pas bisedës, u kthye nga ne dhe na tha se çdo gjë do të jetë në rregull. Andaj i thot Zeqirias që të shkonte dhe t'i tregonte se ku gjendej shtyp shkronja, si dhe të precizonte të gjitha kërkesat për librat shkollor dhe për mësuesit. Në Tiranë, Zeqiriaja dhe unë qëndruam edhe 2-3 ditë. I morëm tekstet shkollore, librat dhe disa arka me shkronja për shtyp shkronjën Rilindja, të cilat i patëm kërkuar. I ngarkuam në kamion dhe u kthyem në Prizren, ku ishte selia udhëheqjes kosovare. Me ministrin e Arsimit u morëm vesh për dërgimin e 200 mësuesve, të cilët na kishin premtuar. Pas disa javësh, filluan të vinin në grupe të vogla mësuesit. Ishte kjo një ndihmë vërtet e vlefshme për ne. Është ndërkohë antar i redaksisë të revistës Përparimi. Nga dokumentacioni i kohës, në rezulton se është diskutuar që në Kosovë të hapen edhe katedra në gjuhën, të hapen edhe klasë në gjuhën turke në shpërputhje me numrin e banorëve turq. Dhe një gjë të tillë në instancat vendimarrëse, profesor Zeqiriaj ja kundërshton. Shoqëria kulturore artistike Agimi e Prizrenit, me Lorenz Antonin, Anton Qetën, Qerim Nigjën, Anton Lumezin e tjerë me radhë, u formu shoqëria Agimi, e cila vazhdo të me punu për traditat e popullit, këngën popullore, vallet popullore, e kështu me radhë. Ajo shoqëni sot është gati 80 vjeçare dhe vepron sot kësaj dite në Prizren. Është autor i teksteve mësimore. Është përkthyes i kryeveprave të letërsisë franceze. Balzacut, Flaubertit, Maupassant e kështu me radhë. Në Shqipëri, Flauberi nuk ishte përkthyer. Flauberi është stilisti më i madh francez, kështu e njohin. Dhe Zeqiriaj kishte filluar me përkthy Flauberin në Kosovë, po për shkak të ardhes erdhëm këtu. Keni parasysh vetëm një gjë që në Shqipëri deri në atë kohë, për shkak të asaj gjuhës jo standarde, jo gege, jo toske kështu, nuk ishte përkthyer asnjë kryevepër botërore në gegrisht. Dhe Zeqiriaj domosdoshmë shkruante gegrisht. Dhe për ta botuar këtë, është bërë një luftë shumë e madhe. Një person që ishte shkrimtar dhe që ka qenë në licet Korçës e tjera, Dhimitër Shuteriqi, në parathanjen e përkthimit, thotë, mu nuk më ka mungu koha për më marrë me këtë përkthim, por më ka mungu guximi.
Në periudhën kur ishte në Tiranë, para luftës së dytë botërore, ai u mor edhe me shkrime. Në gazetat atërshme, siç ka qenë Kosova, Iliria, Telegrafi, të cilat botoheshin në Tiranë. Shkru disa rreshta me titull Ngrije lart ballin Kosovë. Dhe aja është një hym, me aq pak rreshta është një hym adhetarizmi. Kushdo që ta lexoj e vlerëson më mirë se sa ta lexoj unë e ta them unë. Duhet theksuar faktin e rëndësishëm se Zekria Regja dha kontribut edhe sa i përket themelimit të Institutit Albanologjik, të parit institucion kërkimor shkencor në Kosovë, që do të merre me historinë e shqiptarëve, gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare përgjithsisht. Është ndër themeluesit e Institutit Albanologjik të Prishtinës. Në atë institut, bashkë me Vojislav Dančetović, është një, dhe Hasan Kaleshin, janë ngarku për të artu statusin e Institutit të Prishtinës. Dhe atje për një kohë ka qenë përgjegjës i sektorit të historisë. Zekria Regjës, Vojislav Dančetovićit dhe Hasan Kaleshit ju besohet që ta hartojnë projekt statutin e parë të Institutit Albanologjik. Aspekti autorial i profesorit Reqa shpërfaqet fuqishëm në kontributin e tij edhe në fushën e folklorit. Plot njerëz në shkrimet e tij të Talush Efendis, duke vënë në farë loje mentalitetin gjakovar, qoftë ndoshta edhe të klerikëve, e bëjnë një kritik për këtë qëndrim të tij. Po e vërteta është një gjë tjetër, që siç pohojnë përsëri, ai ka marrë hoxhët që kishin 3 klasë shkollë, ose qoftë edhe në arabisht, dhe i fusë mësues, sepse në atë kohë Kosova me herë mashtërimit kishte nevojë për mësues. Pra, në këtë aspekt, veprimtaria tregon tjetër gjë, që ai mund të ishte ndoshta ateist dhe ku diun çfarë, por këtë gjë e shfrytëzonte në shenjën e patriotizmit, qoftë edhe të klerit. Unë mundem, thot Korgjiçi, unë mundem mos me qenë kreti një mendimi me autorin, por jam i detyruar të pohoj se kritika e tij nuk ka përcen kur masën e njerëzisë. Vajem fjalë për tregimet e Talush Efendis. Dhe pastaj vazhdon. Më pëlqen dhe më kënaq Zekria Regja. Prozën e tij dallohen me njëherë zeja e talenti. I lakon shprehet me lumëri harmonioza dhe shifet se i ka si gjatë vetë jetën dhe gjuhën e Kosovës. Dhe s'unë, thot, unë mendoj që ai ka një zotësi të rrallë. Unë jam i atij mendimi që thonë se folklori, dhe them se folklori në parë të Zekria Regjës njalësohet dhe bëhet humanitet. Ushtrojshin kurrin, folklorin e ky vazhdimisht aty Zekrioja shpesh vike aty, vetëm se ishte një institucion që i ngjallke ato traditat edhe folklorin shqiptar edhe traditën kulturore shqiptare. Ashtë shkrimtarit të cilë me zi pitëshem me lexue Talush Efendin, kur ditën ato pjesë në revistën Jetë e Re. Mbledhës i folklorit, i këngëve popullore të Kosovës, këngë popullore Dugaxhinit, dhe cilat një përmbledhje e tij është fut në shtypshkron, thuhet, edhe mandej është djeg. Profesori Zekria Regja, pavarësisht rrethanave, në asnjë moment nuk pranonte të bënte kompromis me politikat ditore, madje i mbrojti fuqishëm idealet të tij për të cilat edhe kishte luftuar.
Ky libër është shkruar nga Zekria Rexha në vitin 1951. Dhe në vitin botohet në 3.000 kopje dhe fatkeqësisht ky libër me urdhër të dikujt nga instancat e kohës zhduket dhe nuk lehet të thotë që të delet te masa e gjerë e lexuesit. Është libri i parë i botuar në gjuhën shqipe pas luftës së dytë botërore dhe i ekskomunikuar, i zhdukur. Arsyeja pse ky libër u largua, do thotë u zhduk, është sepse Zekria Rexha e botoi folklorin shqiptar të pacenzuruar. Jo siç e kërkonin politikat ditore, por në realitet ashtu siç është. Zekria Rexha, trajtimin që i bën folklorit këtu, del gjithashtu edhe një njohës i mirë i rrethanave historike. Iki Nemca erdh Serbia, nam të madh po bën hafia. Nam të madh hafia bën, burr të mirë kërkun s'kalan. Thuni kralit, ma shef sherrin, ta za rrugën, ta kpu stelin, të prishi urat dë vrasas qerin. Sa bajrama vishin, gjithni me idhnim, Ramazan që shkonte kur njëherë me gzim. Partia Slavit janë kujtue, 3 mushk pare i kanë ngarkue, begit mrapa ja kanë vënue, për me e gri e me coptue, për me e gri qatë diplomat, për me lan Kosovën Slav, për me lan Qamerin Yunan, me shti dyjat me i sharrue, krejt Shqipnia me mbarue. Pra, këto vargje, por dhe shumë vargjet e tjera, mendoj që kanë qenë të guximshme për kohën që të vendosen mes në 2 kopartinave. Pra, kjo, unë mendoj, këto janë arsyet pse ky libër u ekskomunikoi. Largimin e tij nga Kosova, njëri nga studiuesit e veprimtarisë së Zekria Rexhës e shen në 2 aspekte. Dalja e këtij librit dhe zhdukja nga pushteti i kohës do të filloj të vehet në lupën e pushtetit profesor Zekria Rexha. Për mendimin tim, këto dyjat janë ndoshta arsyet më kryesorët që profesor Zekria Rexha në vitin 1958 depohet në Shqipëri. Ndërkaq që nxënësit e tij thonë se aso kohë kanë përjetuar keq këtë ngjarje. Morëm informata se profesor Zekria Rexha do të largohet prej Kosovës për Shqipëri, se ishte marrë një qëndrim i tillë i Jugosllavisë, sistemit të Jugosllavisë, që ata persona të cilët e kanë nënshtetësinë shqiptarë të Shqipërisë nuk mujnë me qëndru në Jugoslavi. Ose do të marrën në shtësinë jugoslave, ose do të kthehen në Shqipëri. Pisa mirë për profesor Zekria Rexha, edhe pse i lindur në Gjakov, ai nuk e ndroi në shtësinë, e majti në shtësinë shqiptare dhe u detyru të shpërngullet për në Shqipëri. Më kujtohet kur erdhë në klasë, edhe u përshëndet me një nxënësit, me një zë të ulët edhe shkoj. Një pa drejtë e madhe që mund t'ja vesh njeriu të përzosh prej atë dhëut të ti, prej varreve të familjes së ti, prej shtëpisë së ti. E në momentin kur është shpërngur, më kujtohet vetëm kur plaçkat e shtëpisë
i kom parë të ngarkuara në kamionet, të cilën i kanë parë në Shqipëri. Dëbimi i tina, po edhe disa arsimtare tje që i kemi pasna për Shqipëni në atë kohë, sigurisht që në atë kohë kanë qenë një mungesë e madhe, një shprasi e madhe ka qenë. Se kjo edhe për ditën e sotshme është i pazaventueshëm. Faturën për dobimin e profesorit Reqa nga Atheu e pagoi edhe djali i tij Dugagjini, i cili për shkak të rrethanave, derisa po studionte jashtë Kosovës, u detyrua dhe ai të largohej drejt Shqipërisë. Neve na ka prek si studenta që ishim në Zagreb, kemi qenë afër 70 studenta në fakultetet të ndryshme të Zagrebit, kur kemi marrë vesh për Dugagjinin që duhet të dhaj të shpërngullet për Zagrebit dhe ka qenë student i shkëlqyshëm prej Kosovës, i vetëmi studentës në fizikën atomike, ma vonë profesor ka qenë në Shqipëri. Dhe nga ka prek shumë ajo gjë dhe më kujtohet që përmi 30-40 studenta të Zagrebit që ishim nga Kosova, e kemi përcjell në stacionin e Korudhës me pikëllim të madh, po diçka që s'moj kemë ndryshu. Mirë po, karakteri i profesorit Reqa ishte përtej pritshmërive të atyre që e dobuan. Ai nuk u ndal së punuari edhe në Shqipëri, duke i bërë trajtim të veçantë historisë së Kosovës. Ai vazhdoi të japë mësim në plot shkollat të Tiranës. Dhe erdhi një moment që u gjet në Institutin e Historisë. Atje domosdo, ndërkohë ishte kriju një farë, po themi vendi, ose si më thonë, për trajtimin e historisë së Kosovës. Tu gjetë në institutin atje, ai është marrë me historinë e Kosovës dhe atje ka shërtu disa tema, sigurisht si punonjës, dhe kumtesa lidhe me historinë e Kosovës. Ai gjithmonë ka qenë konsekuent i asaj që Kosova dhe Shqipëria janë e njëjta gjë, në kuptimin figurativ të fjalës. Çlirimi i gruas nga vartësia, nënshtrimi, shtypja para gjykimet, dhënia të drejtave të barabarta me burrat në shoqëri, në punë dhe në jetën familjare, ishte një tjetër mision i profesorit Reqa. Nifet lufta që ka bëhaj kundër Ferexhes në Kosovë, në Qashafit. Dhe atje tregoj madje si plotësi anekdot, që jo është dhe vërtet, janë mbledh udhëheqësia atëherë që ka qenë atje dhe hoxhët e këta çakovarët, dhe ai tu di gjuhë huja, ja lexote Kuranin dhe Biblën, tu i thanë që nuk thotë kërku që gruaja duhet më mulu krejt. Është vërtet që duhet me vuni shall, por jo me mulu ftyrën. Dhe në këtë kuptim, ka qenë një nga organizuesit e një turi shumë të madh me gjithë gratë që kishin një Qashafin në përgjithë Jugosllavinë, për me i tërgu grave shqiptare që emancipimi është ndryshe dhe morali e gjitha gjërat e tjera janë ndryshe. Mendoj se në atë kohë ka qenë eminenca e kulturës shqiptare në Kosovë. Atë ke pas profesor, atë ke pas shkrimtar, atë ke pas kritik, atë ke pas filozof. Punoj edhe për emancipimin e gruas shqiptare. Dhe heqen që thamë të Ferexhes. Domosdo
një pjesë e këtyre gjanjeve ishin trashëgimia e skaluarës. Mirë, por një problem shumë i rëndësishëm u çfaq. Duke dash pushteti që të krijote probleme me shqiptarët, fillon të thonë që ka nacionalitet turk në Kosovë. Shoqëria u ngrit kundër kësaj teze. Dhe për këtë, madje, siç thonë burimet e asaj pjesët së klerikëve, ka diskutuar shumë herë, duke thënë që historia është histori, ardhja ikja ty në ndikimi në punësit shqiptarë që punojshin për Turqinë e tjera, gjitha këto kanë kriju një farë mjegullnaje rreth entitetit turk në Kosovë. A ka pas tamam entitet turk, apo në punësit që kanë shërby perandorisë e tjera kanë prashur. Dhe për këtë gjë ka pas kundërshtime të ndryshme dhe është ngrit publikisht kundër kësaj. Njerëzit të mëdhenj nuk kanë datë të vdekjes, por vetëm të lindjes. Kështu është shprehur njërin nga drejtorët të shkollës që mban emrin Zekria Rexha. Njerëzit të mëdhenj si Zekria Rexha e tjerë nuk kanë ditë vdekjes. Atër duhet vetëm të shënohet vetëm lindja. Pedagogët, menaxherët dhe nxënësit që frekuentojnë shkollën Zekria Rexha vazhdimisht përpjekën të ngrisin lart emrin e profesorit, përmes aktiviteteve të ndryshme, me qëllim që secila paraqitje e kësaj shkolle të identifikohet me të arritura fal përgjegjësisë të emrit që ka. Puna e përditshme është e jashtëzakonshme në shkollën Zekria Rexha, për vetëm në arsye se ne dim ta dallojmë personalitetin të cilin përfaqësojmë këtë shkollë. Dim ta dallojmë intelektualin e arsimit, dim ta dallojmë pedagogun e veçantë që është Zekria Rexha. Duhej punuar aq shumë që të arsyeton të shkolla mbajtjen e emrit të profesorit të nderuar. Kemi arritë që emrin e humanistit dhe intelektualit njohur Zekria Rexha ta përtrijmë dhe ta përmendim në 4 shtete të ndryshme të botës, në Portogali, në Spanjë, në Amerikë dhe kemi arritë në Hungari herën e fundit. Shkolla jone ka përfaqësuar Kosovën në garat evropiane. 2 mësuesë kanë marrë pjesë në garat evropiane edhe flamuri ka qenë i Kosovës aty ku nuk na kanë pranuar si shtet. Edhe kanë bërë rezistencë, kanë dashur me heq flamurin, kanë bërë rezistencë. Thonë nëse ju e heqni na kthehem, andaj në kthye kanë pranuar. Kreativiteti mësimdhënësve tonë ka dalë i parë në kuadër të Republikës Kosovës dhe kemi përfaqësuar shkollën tonë denjësisht në garat e Microsoftit. Dhe kjo ka qenë puna dhe kreativiteti i mësimdhënësve të shkollës Zekria Rexha. Një punë, një sakrificë, një angazhim i jashtëzakonshëm ndër gjenerata. Në ambientet të bukura të shkollës me emrin e advetarit Zekria Rexha, punonjësit e këtushëm janë kujdesur të krijojnë edhe një kënd interesant që të shpije në rrugëtimin kulturore profesional të profesorit. Në kënd, cilin shkolla, me qenë se mban emrin shkolla Zekria Rexha, duhet ta posedoj edhe një kënd të tillë, ku në atë kënd janë prezantuar disa nga punimet e profesorit, janë prezantuar disa nga mirënjohje që i ka marrë nga shteti shqiptar e kështu me radhë. Pra është një punë, një angazhim, një bashkëbisedim me familjarët i gjithditshëm. Ideja jonë, pse po mbajmë këtë bashkëpunim, që vetëm e vetëm ta kemi të freskët kujtimin për profesorin dhe të mundohemi që gjithmonë këtë familje intelektuale ta mbajmë afër shkollës sonë.
Për kontributin e tij, profesor Zekria Reqa është shpallur edhe qytetar nderi nga komuna e Gjakovës. A ditë ka qenë fest e jashtëzakonshme, sepse gumzhinte gjithë shkolla me programe të fëmijëve nga parashkollorët e deri në klasën e 9. Pastaj pritja e mysafirëve, ndërhini dhe vënia e kurorave të luleve në përmendorën e Zekria Reqës. Pastaj pritja e mysafirëve familjarëve të Zekria Reqës, për fat erdhen 2 djemtë erdhen me familje kështu. Edhe atë ditë është bërë edhe një, si më thonë, shpallja e Zekria Reqës, qytetar nderi i Gjakovës. Shpallja është bërë në Pallatin e Kulturës, në një akademi shumë tamam që i përshtatet figurës si, foli dhe hapshita, njofsi shumë i mirë i jetës ti edhe i veprimtarisë. Profesor Zekria Reqa, përveç dijes shkencore, ka ditur ta doj dhe ta qmoj popullin e tij. Ai ishte i prirur për dhuntin natyrore dhe përgatitjen intelektuale. Prandaj edhe përkufizuan si një veprimtar human, njerëzore, kombëtar. Si në Kosovë dhe Shqipëri, ka vend ende të flitet shumë e shumë për këto figura. Është e vërtet që këto kohët moderne kanë problematikat e tyre, por kohët moderne nuk shkojnë dot parranjt e tyre. Mendohet se ata që shkruajnë historinë tonë, edhe për njerëz dhe figurat si profesor Zekria Reqa i nderuar, do të ketë një kulturë më të gjatë. Ne mundohemi ta mbajmë gjithmonë të freskët emrin e tij, edhe tek gjeneratat të cilat e kanë përfunduar procesin e mësimit në shkollën Zekria Reqa. Një filozof i tillë i shkolluar në Paris, nuk mund të më fitu letë dhe ai me siguri do t'jetë shembull për shumë kuadra tjera. Shoqëria ka ende obligim ndaj atij personaliteti. Duhet të mblidhen, mendoj, duhet të mblidhen gjithë veprimtaria e tij shkrimore, më e pakta që mund të bëhet, dhe kjo veprimtari e tij shkrimore të botohet në një përmbledhje. Sepse koha po e tregon se shkrimet e Zekria Reqës ende i duhen kësaj shoqërisë, por do t'i duhen edhe në të ardhmen. Kjo na bën neve të gëzohemi që edhe në shekullin 21 mos ta humbim kreativitetin e tij. Luftëtarin e qetave partizane Emin Duraku dhe Bajram Curi, hartuesin e konferencës së Bujanit, përkthyesin e shumë artikujve me përmbajtje shoqërore dhe estetiko-letrare, kultivuesin e folklorit, themeluesin dhe drejtuesin e shkollës së parë normale shqipe në Gjakov, pas më shumë se 30 vite punë kulturo-shkencore, vdekja e rrëmbeu në Tiranë me 26 shkurt të vitit 1972. Interpretimi historik i ngjarjeve sigurisht i vën disa personalitete në kornizat caktuara. Unë mendoj që në të gjithë të gjatë, ajo kornizë që mund t'i vehet Timeti, është që ai ka qenë një luftar për vendin e vetë, me idetë e vetë. Prezenca e një profesorit tillë në universitet kishte me qenë me vlera të pak të krahasueshme. Ai kishte me qenë si thoj një burim i ideve shumë përparimtare
dhe kish me dhënë kontribut jashtëzakonisht të madh. Një figurë, një personalitet komplet. Ka qenë me të vërtet intelektuali i kohës, Intelektuali me i kompletuar, ka qenë revolucionar i lindur. Ashtë e vështirë me ju afru atij.